Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vjuar sulmet ndaj Iranit, ndërsa atë Irani ka goditur bazat amerikane në Gjie. Sulmet e Iranit kanë shënjestruar gjatë natës edhe vendet e Gjirit. Trump thotë se SBA-t kanë eliminuar 16 anije iraniane që minonin Hormuzin dhe paralajmëroi pasoja serioze nëse Irani nuk ndalet. Çmimi i naftës pësoi dje një rënje të lehtë pas raportimeve se marina e SBA-ve shoqëronte cisternat gjatë kalimit të tyre në ngushticën e Hormuzit, ndërsa sot u rrit sërish në $90 për fuqi. Konflikti në lindjen e mesme vazhdon, teksa Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë intensifikuar sulmet ndaj Iranit dhe ky i fundit është kundërpërgjigjur duke goditur bazat amerikane në rajon. Izraeli nisi sulme të reja ndaj Iranit, ndërsa bombardimet gjatë natës ishin ndër më të rënda që nga fillimi i luftës. Sulmet vazhduan edhe ndaj Hezbollah në Beirut të Libanit, ku godit një ndërtesë apartamentesh. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se sulmet ajrore izraelite gjatë natës kanë vrarë të paktën 14 persona dhe kanë plagosur 10 të tjerë. Nga ana tjetër, Irani ka vazhduar sulmet e tij në të gjithë rajonin, përfshirë Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajtin. 4 persona u plagosën kur 2 dronë ranë pranë aeroportit të Dubait, ndërsa trafiku ajror nuk është prekur. Irani paralajmëroi gjithashtu se bankat dhe institucionet financiare janë tani objektiva në lindjen e mesme. Kërcënimi do të vinte në rrezik veçanërisht Dubain, i cili është shtëpia e shumë institucioneve financiare ndërkombëtare, si dhe Arabinë Saudite dhe Mbretërinë e Bahreinit. Zhvillimet vijnë teksa ngushtica e Hormuzit, një pikë kyçe e kalimit të naftës dhe gazit në botë, po bëhet një vatër gjithnjë më e nxehtë e konfliktit. Shtetet e Bashkuara thanë se shkatruan të paktën 16 anije iraniane që vendosnin në mina, ndërsa Teherani u zotua të mos lejojë asnjë litër naftë të kalojë nëpër ngushticë. Ushtria amerikane publikoi pamje të sulmeve, ndërsa presidenti Donald Trump paralajmëroi se do të godiste Iranin në një nivel të paparë më herët nëse nuk heqin çdo minë që mund të kenë vendosur në ngushticë. Ndërkohë 3 anije tregtare janë dëmtuar nga raketat në zonë, ndërsa fatmirësisht nuk u shënuan viktima nga radhët e ekuipazhit. Sipas qendrës së operacioneve tregtare detare të Mbretërisë së Bashkuar, që nga fillimi i luftës janë sulmuar të paktën 13 anije. Lufta ka rritur ndjeshëm çmimet e naftës, të cilat pasi ran për pak kohë në 86 deri në $87 për fushim mbrëmjen e së martës, arritën sërish në $90 për fuqi këtë të mërkur. Ky ndryshim erdhi mes dyshimeve në tregje, nëse plani raportuar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për një përdorim rekord të rezervave të naftës mund të kompensojë goditjet e mundshme të furnizimit nga lufta me Iranin. Ministrat e energjisë nga grupi i kombeve G7 publikuan një deklaratë pas një takimi me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë të martën dhe thanë se ata mbështesin në parim masat proaktive për të menaxhuar furnizimin me naftë dhe paqëndrueshmërinë e tregut, duke përfshirë përdorimin e rezervave strategjike të naftës. Lufta e SBA-ve ndaj Iranit i ka shtuar Europës një kosto 3 miliard euro për importet e naftës dhe gazit. Ursula von der Leyen tha se bloku duhet i rezistojë tundimit për furnizim me naftë nga Rusia. Presidentja e Komisionit Evropian thotë se Unioni nuk duhet ta bëjë këtë gabim strategjik pavarësisht vështirësive ekonomike të momentit. Lufta në Iran u ka kushtuar qytetarëve të Bashkimit Evropian deri më tani rreth 3 miliardë euro në importe energjie. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se çmimet e gazit dhe të naftës janë rritur, ndërsa paralajmëroi se bloku duhet i rezistojë tundimet për të blerë përsëri naftë dhe gaz rus. Që nga fillimi i këtij konflikti, çmimet e gazit janë rritur me 50% dhe çmimet e naftës janë rritur me 27%. Nëse përktheni këtë në euro, 10 ditët e luftës u kanë kushtuar taksa paguesve europian 3 miliard euro shtesë në importet e karburanteve fosile. Ky është çmimi i varësisë tonë. Megjithatë, në krizën aktuale, disa argumentojnë se ne duhet ta braktisim strategjinë tonë afatgjatë dhe madje të kthehemi te karburantet fosile ruse. Ky do të ishte një gabim strategjik, do të na bënte më të varur, më të prekshëm dhe më të dobët. Bashkimi Evropian po shqyrton subvencionet ose një kufizim çmimesh për gazin natyror, ndërsa synon të kontrollojë kostot në rritje të energjisë elektrike. Çmimet europiane të energjisë elektrike gjatë orëve të pikut kanë ndjekur rritjen e çmimeve të gazit. Konsumi i energjisë elektrike në orën 7 të mbrëmjes në Gjermani është afërsisht 2 herë më i shtrenjtë se sa ishte para fillimit të luftës në lindjen e mesme. Krerët e qeverive europiane do takohen më 19 dhe 20 mars për të diskutuar planin afatgjatë të bllokut. Ndërsa çmimet globale rriten, vende si Kroacia dhe Hungaria tani më kanë marrë masa për çmimet e karburanteve.
Geron Kamberi është bashkuar me mua në studio për diskutuar për situatën në lindjen e mesme, njërë është edhe pasojat që tani më po ndjehem. Përshëndetje zoti Kamberi, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit Stesi. Jemi tani më në javën e dytë të sulmeve, mediat ndërkombëtare raportojnë për sulmet intensifikuara gjatë natës. Ndalemi fillimisht me situatën në terren, çfarë po ndodh në leximin tuaj? Besoj që po vazhdon qasja që nisi që prej fillimit të konfliktit. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po godasin vazhdimisht Iranin, kryesisht përsa përket paksimit të mundësive të tij për të prodhuar armë bërthamore të cilat nëpërmjet raketave të balistike mund godas kryesisht Izraelin, po edhe vendet e tjera aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjirin Persik, dhe nga ana tjetër është duke bërë dhe zëvendësimin gradual të leadershipit të tij, siç ndodhi pak ditë më parë, kur Asambleja e Ekspertëve, një strukturë i cila përzgjedh liderin suprem iranian, që është figura kryesore e shtetit iranian mbas revolucionit të 11 shkurtit 79, duke treguar Shtetet e Bashkuara të Amerikës që politika e Iranit do të jetë politika e vazhdimësisë. Ndërsa nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli janë duke këmbgulur, veçanërisht Izraeli, me teorinë e ndryshimit të regjimit, të cilat ata mendojnë që mund krijohen rrethana të përshtatshme për të pasur një ndryshim regjimi përballë bombardimeve të vazhdueshme të regjimit iranian, duke ju lëshuar në këtë mënyrë një mesazh popullsisë së Iranit që tashmë regjimi i Iranit ka hyrë dhe qeveria e Iranit ka hyrë në përplasje të drejtpërdrejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikën dhe Izraelin. Këto janë, si thua, ajo çfarë po duket pozicionimi i palëve. Por realiteti në terren është një realitet i cili po hyn gati dhe po i ngjan pak a shumë konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, megjithëse jemi në javën e dytë, është pak herët për ta nxjerrë këtë konkluzion, por është si ligji i tretë Newtonit, reagim kundër reagim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli bombardojnë, ndërkohë Irani i kundërpërgjigjet me serinë e dronëve dhe të raketave, të cilat për vërtetës janë bërë dhe një shqetësim kryesisht për vendet e Gjirit dhe të Izraelit, megjithëse ato kanë sisteme antiraketore, sepse lehtësia me cilën prodhohen dronët që u ngjajnë raketave, shpesh që orientojnë sistemet antiraket në këto vende dhe duke krijuar dhe dëme në infrastrukturë civile, jo shumë të mëdha në njerëz, por veçanërisht infrastrukturë civile, veçanërisht bazat e mëdha ushtarake amerikane në Katar, Kuwait, Irak dhe Bahrein. Kështu që ajo çfarë ne po shohim tani për tani është një konflikt raketor, kjo është ndoshta termi më i përshtatshëm që mund të përdoret, nuk ka përplasje midis ushtrive apo trupave toksore, madje edhe idetë për të pasur një ndërhyrje toksore në Iran deri tani janë përjashtuar, sepse siç e kemi theksuar edhe më parë, nuk bëhet fjalë për një shtet do si do, qoftë nga mundësia, qoftë nga kapacitetet, edhe shumë element tjerë të kësaj natyre, dhe deklarata e djeshme e kryeministit izraelit Netanyahu i bënte thirrje pikërisht kësaj dëshire të brendshme që kanë palët për të pasur një ndryshim regjimi në Iran, fal edhe bombardimeve që po zhvillohen. Gjithsesi, ajo çfarë po ndodh tashmë është krejt tjetër. Irani po vetë mbrohet, pra ose përkundër sulmon, nëse do të përdornim këtë term, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump lëshojnë her pas here paralajmërime për të kujtuar Iranit që ky është vetëm fillimi dhe ai duhet të rikthehet në një formë tjetër bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht për sa përket Izraelit. Dhe lideri i ri, djali i liderit suprem, nuk ka dhënë drejtëm asnjë deklaratë, megjithëse sapo zgjedhur, pra nuk ka asnjë qëndrim publik, qoftë për arsye sigurie apo elemente natyre, kështu që ajo çfarë po shikojmë është një kundërreagim i gardës revolucionare iraniane dhe ushtrisë Iranit, duke përdorur gjithë kapacitetin e saj raketor, edhe të sistemit të dronëve, me cilën ata e kanë pasur aq të zhvilluar, sepse kanë mbështetur edhe Rusin në luftën në Ukrainë. Mbetemi pak tek situata në terren, zoti Kamberi. Fakti që fronti i luftës nuk është i qartë, ose ndoshta për ju është i qartë, nuk e di. A është kjo situata më rrezikshme? Nuk kemi front, po ta krahësh në pikpamjen, megjithëse ky është një term që e përdorin ushtarakët, fronti i luftës për të kuptuar se kush po lufton, raketat për herë të dytë kanë shkuar në territorin e Turqisë. Jo, në këtë rast dihet qartë se kush po lufton. Pra, në këtë rast është
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, të cilët bë publike qendrore një sulm kundër Iranit, dhe Irani po ashtu është shumë i qartë. Aleatët e SBA-ve. Patjetër, po, sepse ai mendon që gjithë infrastruktura që përdor për të goditur Iranin, pra për të lëshuar raketat dhe bombardimet e tjera, u nis nga bazat e vendeve të gjirit. Dhe pikërisht në këtë pikë nuk ka asnjë enigmë ose dyshim se kush po lufton. Pra, Irani është kundër Shteteve Bashkuara të Izraelit, po i kundër godet ata, Izraelin drejt për drejt, ju keni vënë re besoj edhe nga lajmet, kanë qenë disa, duke filluar nga kryeqyteti i Izraelit Tel Avivin, Beersheba, e shumë qytete të tjera, jo vetëm thjesht nga Irani, por edhe forcat mbështetëse të Iranit në Liban, Hezbollah e tjerë, kanë bërë sulme ndaj territorit të Izraelit, dhe kjo ka detyruar Izraelin që të hyjë në territorin e Libanit. Për të shpërndarje, që ndoshta nuk është e qartë, pra, në këtë rast se raportohet 2 herë asgjësim rakete në territorin e Turqisë, sulmi në Çipro për gjatë javës kaluar. Sigurisht ato janë baza amerikane, është e kuptueshme kjo, po shpërndarja territoriale ekziston. Ato janë vende fqinj, pra Turqia është vend fqinj me Iranin. Pavarësisht se autoritetet iraniane kanë bërë kujdes gjithmonë që i kanë konsideruar ose gabime apo jo të qëllimshme, po edhe deklarata e presidentit turk Erdogan para disa ditësh, po ta vini të re, ishte shumë e rrumbullakosur me një nivel, si të thuash, përmbajtje, vetë përmbajtje diplomatike që lente hapur shtigje bashkëpunimi apo negocimi me Iranin, duke i thënë, doja bërë qartë Iranit që Turqia ka një vend mik dhe nuk është mirë që nëpërmjet këtyre provokimeve apo incidentëve ta shpërbëj këtë misi që nuk është në interes s'pari të Iranit, por nga ana tjetër ja bërë qartë që Turqia si vend antar i NATO-s ka gjithë kapacitetet e saj mbrojtëse, ka instaluar sisteme antiraketore, tashmë edhe të sistemin Patriot. Kështu që po ta keni vënë re, Turqia më shumë është prekur nga disa incidente rasore që janë pjesë e konfliktit që po zhvillohet, pra Irani kundër sulmon me raketa, po ju e besoni që kanë qenë incidente? Edhe mendoni se Turqia do të jetë pikërisht ai vendi ndërmjetësues nëse do të ketë negociata në moment të caktuar? Ende nuk është shumë interesant një deklarat, një telefonat e para 2 ditëve midis presidentit Trump dhe presidentit rus Putin, që gjithmonë më pëlqen ta rikthej bisedën tek takimi 15 gushtit të vitit kaluar në Alaskë, që besoj ka përcaktuar shumë ose ka revizuar shumë rrugë mbi cilën do të ecin marrëdhëniet ndërkombëtare, e cila siç po duket do të jetë mbështetur tek parimi ose ka një rikthim të konceptit të 2 fuqive, po 2 superfuqive, që dinë ato që do të vendosin se çfarë forme do ketë bota që ne jetojmë. Ndërsa në rastin e Turqisë, unë e kam theksuar dhe vazhdoj ta ritheksoj, Turqia mund të jetë negociatori më i mundshëm në një nëse do të ndërmjetësohet, nëse do të ketë nevojë për ndërmjetësim, dhe do të ketë nevojë për një ndërmjetësim. Ndërmjetësim nuk do ketë nevojë nëse do të ketë një ndryshim regjimi në Iran, por gjasat e drejtanishme përfshirë dhe zgjedhjen që u bë, ajo ishte shpresa e vetme, siç e keni vënë edhe deklarata e presidentit Trump që tha lideri i iranian do të jetë një lider që t'i pëlqejë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por rrjedha e ngjarjeve atje është krejtësisht tjetër nga deklaratat. Dhe besoj konflikti do të zjas për aq kohë sa realiteti do përputhet me dëshirat. Pra, nuk jemi afër atij momentit sipas jush të një negociate të mundshme me pozicionimin që kanë palë deri në këtë moment? Nuk do ta përjashtoj faktin që nuk ka përpjekje në prapaskenë për të bërë negociata dhe për të ndërmjetësuar. Dhe 2 aktorët më të mundshëm është Rusia, paktën që u bë publike, ndërsa Turqia ende nuk ka shfaqur një dëshirë të tillë, pavarësisht deklaratave të saj, duke qenë se ka qenë subjekt në 2 raste ku raketat e lëshuar nga territori iranian kanë mbërritur në Turqi, por s'duhet harrojmë edhe element të tjerë. Por vendet e gjirit, duhet kemi parasysh që siç ishte në rastin e Gazës, nuk mund të jenë të ndërmjetësues. Për një arsye shumë thjesht, sepse duke qenë vende sunite, ka dhe një konflikt tashmë të hershëm midis vendeve sunite, pra që janë vendet e gjirit, dhe Irani që është vend i besimit shia. Pra, gjithmonë linja mesme është ndarë midis një trekëndshi, gati që janë trekëndshit Bermudës, midis fesë, gjeopolitikës edhe energjisë. Dhe shpesh ky trekëndësh bëhet shumë i pamundur për të krijuar ura bashkëpunimi midis vendeve në gjirin persik.
Mirë, ndalim e pak tek ndikimet, pa tjetër ndikimi kryesor, ai ekonomik, nëse i referohemi vëndeve aleate dhe jo atyre që janë të përfshira në konflikt, sot ka pasur një mesazh të rëndësishëm dhe nga Ursula von der Leyen, që thotë se duhet të kalohet ky moment i vështirësive ekonomike dhe se bloku nuk duhet i drejtohet Rusis për furnizim me gaz dhe me naftë. Si e keni parë qëndrimin e Bashkimit Evropian në gjithë të konflikt? Në qoftë se do përdora një term që shpesh është cinik, po nga konfliktin që po ndodh, Bashkimi Evropian është dëm jansor, është një dëm jansor i cili është ndoshta edhe është për llogaritur, dhe dëm jansor është spari përsa përket rritjes çmimeve të energjisë, që Bashkimi Evropian natyrisht që do të preket, dhe nuk besoj që asnjë nga liderët e Bashkimit Evropian, po dhe vetë kryekomisionere von der Leyen kishte në iluzion që kjo situatë me një vend si Irani që kontrollon ngushticën e Hormuzit, pavarësisht se i gjithë trafiku i lëndëve energjetike atje është kryesisht për tregun aziatik, por natyrisht është e lidhur edhe me burime të tjera, pa me zinxhirin e furnizimit të marrave që vijnë nga tregjet dhe kthehen në Bashkimin Evropian, natyrisht që Bashkimi Evropian do të preket, por duhet të harrojmë një element tjetër. Bashkimi Evropian një kohë shumë të shkurtër po përballet me dy kriza, sepse edhe kriza e disë konfliktit të Rusisë dhe Ukrainës e ka prekur në mënyrë të dukshme ekonominë europiane, sa shpesh falë asaj krize ka pasur dhe ndryshime politike brenda vetë qeverive të Bashkimit Evropian, ku parti populiste të djathta, duke shfrytzuar pakënaqësinë e krijuar nga inflacioni i lartë, falë krizës burime energjetike të lira që vinin nga Rusia, ka krijuar një tension jo të vogël edhe brenda vetë anëtarëve të Bashkimit Evropian, nuk po flas për rastin e Hungarisë dhe Slovakisë, që tashmë kanë dalë hapur dhe gjithë politikave që po ndjek Bashkimi Evropian raport me Rusinë dhe konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës, dhe madje kryeministri hungarez Orban ka vendosur dhe veto ndaj paketës re të ndihmës ndaj Ukrainës. Kështu që besoj që Bashkimi Evropian duhet të merret edhe me një krizë më shumë, përveç asaj që ka në kufijtë e saj lindor, dhe besoj po përjeton atë momentin e krizës përkryer, kur ke më shumë se dy kriza, nuk e ke aq thjesht të mendosh për zgjidhje të lehta. Sa i takon një tensionimit të situatës, zoti Gamberi, e lexoni ju se mund të jetë afër apo tani më rajoni lindjes mesme është i destabilizuar dhe duhet mësohemi me këtë fakt? Rajoni lindjes mesme ka qenë një rajon që historikisht ka qenë një rajon i destabilizuar në kuptimin e konflikteve që gjallonin brenda tij, për arsye tashmë qoftë politike, qoftë historike, qoftë energjetike, gjeopolitike, janë një seri. Henry Kissinger e konsideronte rajonin e lindjes mesme bashkë me rajonin e Kaukazit, pra të Azisë qendrore dhe të Ballkanit, i konsideronte si tur zemrën e gjeopolitikës botërore, tre rajone që gjithmonë për shkak të historisë edhe peshës që kanë pas fuqitë e mëdha brenda tyre, do të jenë gjithmonë burim tensioni dhe do të përcaktojnë zhvillime gjeopolitike për shumë vite me radhë. Kështu që nga kjo pikpamje, mundësia për të ndërmjetësuar të paktën në këtë konflikt, tani për tani ende nuk duket në horizont. Palët, veçanërisht Irani, Shtetet Bashkuara dhe Amerika, Izraeli, paktën në deklaratat publike kanë marrë përsipër që do të shkojnë deri në fund, pra secila të arrijë qëllimin e saj, Irani të mbrohet me çdo kusht, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kërkojnë që Irani, paktën Shtetet Bashkuara të Amerikës të heqë dorë, po veçanërisht Izraeli e ka çuar në një hap më larg qëllimin e tij, kërkon ndryshim regjimi në Iran. Pra kërkon që Irani të kthehet atij regjimi të para 79-s. Se sa do të jetë mundur kjo të ndodhë, do ta tregoj realiteti. E vetmja mundësi që mund të nxjisë ose mund të përshpejtoj ndërmjetësimin në këtë konflikt, janë këto efektet anësore, kryesisht ekonomike, që po ndjen, besoj, ose dëgjuat më saktë deklaratën e Iranit për minosjen e ngushticës së Hormuzit, edhe Irani ka kapacitetet për ta ndërmarrë atë, dhe kjo ka qenë kërcënimi kryesor. Po, kishim edhe shoqërimin e cisternave nga marina. Pikërisht, por kjo nuk mund vazhdojë, sepse të gjitha këto janë kosto, që nuk mund vazhdojnë për një kohë të gjatë. Herët ose vonë, ai konflikt duhet marrë një zgjidhje, sepse edhe ekonomia botërore nuk mund të jetojë në një tension të madh, dhe një nga zonat
ku, si që përmenda pak më parë, është e përqendruar një pjesë e madhe e rezervave energjetike, jo po thjesht Irani që është vendi i dytë edhe i tretë për prodhimin e naftës dhe gazit në botë, por edhe përse e përket kalimit në një ngushticë që është ngushtica e Hormuzit, për gati 60% e trafikut të lëndëve energjetike që kalon në tregun aziatik, pavarësisht se në këtë situatë Kina, duke që, sepse është ajo që përfiton më shumë dhe nuk fshihet tashmë qëllimi që ka qenë dhe një nga arsyet për ta vënë disi në vështirësi ekonominë kineze edhe për shkak të këtij konflikti, pavarësisht se Kina ka dhe po kërkon të gjejë mundësi tjera derisa konflikti të përfundojë, por nga ana tjetër do të theksoja që nëse kjo bëhet një barrë e madhe për Bashkimin Evropian, por edhe për pjesë të ekonomive të tjera globale, pavarësisht se duke është shprehur një lloj reagimi që nuk ka problem, pra ekonomia botërore ka hyrë shpesh në krizat mëdha dhe po aq shpejt sa ka hyrë dhe aq shpejt mund të ketë dalë, por nuk besoj që mund të jetë ky rasti që kjo mund të vazhdojë për një kohë të gjatë. Unë ju falenderoj shumë zoti Kamberi. Faleminderit që ishit me ne, faleminderit për analizën që nda drejt për drejt. Dalimi tani me zhvillimet politike. Partia Socialiste do të zhvillojë këtë vit një proces zgjedhor në gjitha forumet dhe strukturat e saj vendore. Asamblea Kombëtare e Partisë Socialiste që do të mbahet më 21 mars do t'i hap rrugë këtij procesi. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi tha se strukturat e PS-së do të shtrihen dhe do të forcohen edhe në diasporë. Apo rrugë kthirjes së Asamblesë Kombëtare në datën 21 mars, një asamble e cila do të përcaktojë një program të detajuar zgjedhor për Partinë Socialiste. Viti në cilin jemi është viti kalendarik, i cili në zbatim të statutit të Partisë Socialiste do të kërkojë një proces zgjedhor në gjithë strukturën vendore të Partisë Socialiste dhe ky proces do të fillojë me zgjedhjen e kryetarëve të organizatave, do të shkojë në zgjedhjen e forumeve lokale të Partisë Socialiste, një proces i cili tashmë është bërë çdo 2 vitshëm në Partinë Socialiste dhe është një proces i riforcimit të gjithë strukturës së Partisë Socialiste në gjithë vendet. Është një proces i cili thash do të përfshijë të gjithë forumet e Partisë Socialiste, të zgjedhurit e saj, natyrisht do të shtrihet në çdo qeverisë së partisë në gjithë vendet. Natyrisht në mbledhjen e datës 21 ne do të kemi diskutime për përfshirjen e gjithë anëtarëve të Asamblesë së Partisë Socialiste, një proces që gjithmonë do t'i hapi rrugën dhe zgjedhjeve të reja, por po ashtu dhe antarësimeve të reja në Partinë Socialiste. Gjithë procesi do të kurorëzohet në këtë datë me një rivlerësim të gjithë kontributeve të antarësisë së Partisë Socialiste, themeluesve, kontributorëve, natyrisht anëtarëve të rinj të partisë. Do të ketë një vendimarrje edhe për sa i përket shtrirjes së strukturave lokale të Partisë Socialiste dhe organizimit të strukturave dhe në degët tona në diasporë dhe kryesisht në vendet ku ne kishim edhe numrin më të madh. Ka përfunduar në këto momente dhe mbledhja e qeverisë, ndjekim fjalën e ministres Delina Ibrahimaj. Kombëtare për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Janë të dy element dokumenta të cilët do hartohen gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, të cilët lidhen me kapitullin 20, me procesin e integrimit evropian, me konkurrueshmërinë dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve shqiptare, qoftë në aspektin e ndërmarrjeve, qoftë në aspektin e politikave sektoriale për nxitjen e industrisë. Të dy dokumentat parashikojnë një fokus në agendën digjitale dhe të gjelbër, një fokus në automatizimin, në digitalizimin e procedurave, pra në inovacionin në sektorin privat, i cili do të vijë mbështetur qoftë në nivel burokratik, duke lehtësuar procedurat, dhe qoftë në nivel financiar, duke ndërtuar instrumentat të cilët do të ndihmojnë sektorin privat për të arritur standardet dhe nivelet e Bashkimit Evropian.
Europian. Nga ana tjetër, në mbledhjen e qeverisë ne diskutuam dhe miratuam projekt ligjin për shërbimet, për lirinë e vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve në Republikën e Shqipërisë. Është një projekt ligj i rëndësishëm, i cili gjithashtu lidhet me procesin dhe detyrimet që ne kemi ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian dhe konkretisht piketave përmbyllëse të klasterit 2 kapitullit 3 që lidhet me lirinë e shërbimit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në fakt është përgjegjëse për 16 kapituj të procesit integrimit europian dhe drejton 7 prej kapitujve të procesit. Ne jemi të angazhuar që vetëm gjatë vitit të 2026 të miratojmë rreth 20 ligje që lidhen me procesin e integrimit dhe janë të përqendruara në klasterin 2 që lidhet me tregun e brendshëm. Ligji që sapo miratuam është mjaft i rëndësishëm pasi prek një prej 4 lirive të operimit të Bashkimit Evropian, pra lirinë e tregtimit të lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe personave. Pikërisht me të dytën, me shërbimet, lidhet ligji që neve sapo miratuam. Ai ligj garanton që në Shqipëri do të ketë të njëjtat rregulla që zbatohen në Bashkimin Evropian, i çel rrugën kompanive të Bashkimit Evropian që të vinë, ato që operojnë në fushën e shërbimeve, që të vinë më lehtësisht në Shqipëri, garanton që nuk ka diskriminim ndërmjet ndërmarrjeve shqiptare dhe atyre të huaja, dhe gjithashtu që është më e rëndësishmja me integrimin, me hyrjen në Bashkimin Evropian dhe të gjithë kompanitë shqiptare apo profesionet shqiptare të cilat lidhen me ofrimin e shërbimeve do të hyjnë në BE lirisht pa pasur nevojë për licenca dhe autorizime. Këto janë ato që rregullon ky projekt ligj, që mendoj që është një nga piketat kryesore të kapitullit 3, i cili planifikohet të përmbyllet brenda vitit 2026. Nga ana tjetër, gjatë mbledhjeve të zhvilluara sot në kryesën e Këshillit të Ministrave, ne diskutuam për situatën ekonomike në vend dhe specifikisht për çmimet e karburanteve. Ne, siç jeni bërë me dije publikisht, kemi bërë një takim, kemi zhvilluar një takim me tregtarët kryesorë të karburanteve dhe me shoqatën e hidrokarbureve për të diskutuar për çmimet, për të ngritur alertin për rritjen e shpejtë të çmimeve gjatë javës së fundit, sigurisht të ndikuar nga kriza dhe nga lufta që po ndodh në lindjen e mesme. Gjithashtu kemi diskutuar për detyrimin që ata kanë për mbajtjen e rezervës me qëllim që në asnjë rast në të mos kalojmë në një situatë emergjente. Sa i takon çmimeve, ne jemi duke monitoruar në mënyrë ditore qoftë çmimet e bursës për lëngjet, pra naftën, benzinën dhe gazin që hynë në vend, qoftë çmimin me të cilin karburanti del nga dogana, por gjithashtu me çmimin e tabelave që shkon për tregtim. Siç e dini, ne kemi pasur një eksperiencë gjatë krizës së vitit 22 dhe 23, kur çmimet e karburanteve u rritën në mënyrë të eksponenciale. Kemi pasur një eksperiencë të krijimit të një bordi transparence i cili monitoronte dhe vendoste për çmimet e shitjes me shumicë dhe me pakicë. Nuk gjykojmë që ende situata nuk është në nivelin e ngritjes së bordit të transparencës, megjithatë jemi duke monitoruar në mënyrë ditore dhe nëse do të kemi një rritje të mëtejshme të çmimeve, do të duhet që të hyjmë në atë regjim. Nuk e di nëse ka pyetje. Zotëria Ministre, Isa Myzyra nga Report Televizion. Konkretisht si do funksionoj mekanizmi i monitorimit ditor të çmimeve të karburanteve dhe çfarë ndodha, ka masa për nëse çmimet vazhdojnë dhe rriten dhe a kanë rezerva këto kompanitë e karburanteve, pra kanë rezerva karburanti deri në këto çaste? Faleminderit. Konkretisht, ne do të marrim nga administrata doganore, do të marrim çmimet e bursës për 3 lëngjet që unë sapo përshkrova, çmimi i bursës të cilët i referohet dogana dhe i atyre
lëndëve që hynë në vend është merret nga platforma Plac, në të cilën doganat kanë akses. Ne do të marrim çmimet e Placit dhe gjithashtu do të shohim se me çfarë çmimi çdoganojnë çdo ditë kompanitë e shumicës, për të kuptuar pastaj nga ana tjetër do të mbledhim çmimet e tregut, pra çmimet e tregtimit me pakicë, për të kuptuar se sa janë marzhet dhe a janë marzhet që pasqyrojnë realitetin e çmimeve të bursës apo marzhet janë të tepruara dhe pasqyrojnë një tendencë abuzuese të tregtarëve. Ky është qëllimi jon, sigurisht që ne nuk mund të ndërhyjmë në çmimet e bursës sepse janë ndërkombëtare dhe tregtohen në bursë, por ajo që mund të bëjmë është të kuptojmë nëse ka abuzime me çmimet apo spekullime me çmimet. Kjo është ajo që ne do të ndjekim me bazë ditore. SPAK e ka dërguar Erion Veliajt në qeli 28.000 faqe të akteve hetimore të dosjeve të tij. Materiali voluminoz u transportua në burgun e Durrësit, ndërsa në gjykatën e posaçme të hënën nisi dhe gjykimi në themel i Kryebashkiakut të Tiranës. Veliaj nuk u paraqit në seancën e parë, ndërsa vazhdimisht ka kërkuar që t'i vjenë në dispozicion aktet hetimore pasi nuk është njohur me to. Erion Veliaj ka marrë në qelinë e burgut të Durrësit aktet hetimore të prokurorisë së posaçme për dosjen në ngarkim të tij. Kjo erdhi pas vendimit që mori gjykata e posaçme të hënën në seancën e parë në themel për Erion Veliajin, si dhe 29 persona të tjerë, biznesmen dhe kompani. Me vendim të gjykatës, SPAK ka urdhëruar Byron Kombëtare të Hetimit që t'i çojë Erion Veliajt 72 fashikuj me 28.000 faqe materiale hetimore. Seanca e parë e zhvilluar të hënën më 9 mars në gjykatën e posaçme u shtyp pasi nuk u paraqitën 3 të pandehur, si dhe mbrojtësit e tyre ligjor. Erion Veliaj nuk u paraqit në seancën e të hënës. Kryesuesja e trupit gjykues, gjyqtarja Angjelushe Tahiri, tha se Veliaj kishte shënuar se nuk ishte seancë paraprake për të dhe kjo ishte arsyeja e mungesës. Seanca paraprake për kalimin për gjykim të çështjes së Veliajt e të pandehurve të tjerë dështoi 11 herë radhazi për afro 5 muaj, derisa gjykata vendosi për kalimin në gjykim të hetimit. Ndërkohë, seanca e radhës në themel për Erion Veliajin do të mbahet më datë 24 mars. Ndaj Veliajt janë ngritur akuzat për korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve në burg. Për rastet e dyshuara të korrupsionit, prokuroria thotë se ai ka marrë përfitime të parregullta në formën e shumave monetare dhe pasurive të paluajtshme nga disa kompani të cilat kanë marrë leje ndërtimi dhe përfituar fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Ndërsa Barush Bregu i shpëtoi sërish policisë në Shkodër 2 ditë më parë, 2 personat e arrestuar në makinën me cilën ai lëvizte mohojnë njohjen me të. Kërkimet për gjetjen dhe arrestimin e të shumëkërkuarit Barush Bregu vështirësohen edhe më tej, pasi dëshmia e 2 të arrestuarve që ndodheshin me të në makinë nuk ndihmon grupin e hetimit. Erviz Baba, shoferi i makinës ku pasagjeri ishte i mituri dhe krau i djathtë i licajve, thotë se nuk e njihte Barush Bregun. Një person më nxori dorën në rrugë teksa po ecja me makinë, unë dala dhe e mora, por unë nuk e njoh se kush ishte. Nuk e kam idenë se kush është ai person pasi nuk kam asnjë lidhje me të. Thjesht e mora rastësisht teksa po ecja me makinë. Megjithatë, këto deklarata nuk ndihmojnë hetimin pasi ka qenë pikërisht shoferi ai i cili pasi konstatoi se po ndiqej nga patrulla e Shkodrës, shtoi shpejtësinë dhe kreu dhe manovra të rrezikshme. I mituri i cili po ashtu arrestua ka refuzuar të dëshmojë përpara grupit të hetimit duke mos deklaruar asgjë. Kërkimet vijojnë për arrestimin e Barush Bregut, por ende nuk ka asnjë gjurmë prej tij. Si një njohës i mirë i zonës në lagjen Kiras, Barush Bregu pasi zbriti nga automjeti duke vrapuar, ka kërcënuar me armëzjarri efektiv. Ka qelluar me armë në ajër duke mundur që të shpëtojë sërish. Policia blindoi lagjen Kiras me kontrolle, por pa rezultat për kapjen e të shumëkërkuarit. Përgjatë operacionit, policia sekuestroi një gëzhoj plumbi me të cilën dyshohet se është qelluar, si edhe pistoletën me fishek në fole e gjetur pranë vendit të ngjarjes. Megjithatë, ekzaminimi kriminalistik ka treguar se vëzhgoja e gjetur nuk korrespondon me pistoletën e sekuestruar. Ky fakt ka shtuar dyshimet se Barush Bregu, i njohur
ndryshe edhe si Bajram Bregu, mund të ketë patur edhe një tjetër armë zjarri me të cilën ka qelluar dhe ka marrë me vete gjatë arratisjes. Barush Bregu është i shpallur në kërkim për masakrën e Shkodrës ndodhur në shtator të 2025-s, pasi ka siguruar armën autorit Ragib Gila. 39-vjeçari Barush Bregu njihet edhe si një prej njerëzve kryesor të vrasjeve për llogari të grupit Lici. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përdiqësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota. Ju mund të ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësht dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.